pa vendim dhe pa afat për mbledhjen tjetër. A do ta pranojmë në gjë të tillë? A mund të pranojmë ne këtë? A nuk mund të bëjmë ne atë që bën afrikanët kundër këtyre figurave të urryer të kombeve që i vodhën? Edhe më shumë mund të bëjmë ne se ato. Ne kemi përmbysh një diktaturë 35 vite më parë dhe absolutisht do ta përmbysim këtë në mënyrën më të fuqishme, më të vendosur, më të shpejtë. Miq, ka mjaft njerëz që më thonë ndonjëherë, po mos nalemi kaq shumë në vjedhjet e tyre. Po ju them unë ju që ato janë shkatrimi i këtij vendi. Sepse po të marrish Edi Ramën, ta nxjerrish në gjyqin e historisë shqiptarëve, nuk do të gjendet një diktator, nuk do të gjendet një pushtues, nuk do të gjendet një kryeministër me armik i egër i qenjes kombëtare të shqiptarëve se ky. Në 10 vite ka larguar vetëm në hapësirën e Bashkimit Evropian 1.100.000 shqiptar. Në 10 vite ka larguar 720.000 të rinj shqiptar. Në 10 vite ka bërë që Shqipëria, shqiptarët, një nga kombet e reja të Europës, të kenë sot atë lindshmëri që kanë patur 100 vite më parë. Ka bërë sot që nga viti 2018 e në vazhdim vdekjet dominojnë lartësisht mbi lindjet. Ka bërë sot që me këtë trend ne në 50 vite këtu do të jemi fare të rrallë, fare të pakt. Faktikisht ne jemi në udhëtim në shurjes tonë. Asnjë kom nuk e ka, asnjë udhëheq, asnjë diktator, asnjë pushtues nuk ka bërë këtë shfarosje të shqiptarëve që ka bërë Edi Rama. Po ta marrim pastaj në qëndrimin tjetër. Cili është qëndrimi i tij ndaj Kosovës? Nuk kam normen të ndalem të bëj këtu historinë, po 2 gjëra do them. Një njeri që del konferencave ndërkombëtare dhe u thot udhëheqësve europian se unë merrem më mirë vesh. Më kollaj merrem vesh me kryeministrin e Serbisë, me atë të Kosovës nuk merrem vesh. Do më thënë, sa i kryeministri i Serbisë është burr i mirë. Ai është njëri i arsyes. Kurse ai Kosovës, imagjinoni jo, kur s'merret vesh me mua, si mund të merret vesh me Beogradin. Ndaj edhe një publicist i madh gjerman i tha, Edi Rama është kryeministri më i mirë i Serbisë pas Pashiqit. Unë ala në këto element për të thënë kohën ku jemi. Ju thash se na ka gjetë të gatshëm. Po, pse të gatshëm? Në një projekt që